Mirëmbrëma dhe përshëndetje të dashur teleshikues dhe mirë se takohemi në emisionin e fundit Aromë Shkodre të sezonit 2021-2022. Një emision që ka nisur nga tetori në këtë periudhë dhe është viti i 15 i transmetimit të tij në ekranin e TV1 Channel. Emisioni i sotëm do të përmbajë 3 reportazhe të këndshme për ju. Do e nisim nga një reportazh i parë që u thojmë në Francë. Në fakt, çifti që martohet, djali ose ndryshe dhëndri është shkodran dhe nusja është tajlandeze. Me që shumë shqiptar nuk arrin dot të bëjnë dasmën e tyre në Shqipëri për arsye nga më të ndryshme, sepse rrethi shoqëror tashmë kanë krijuar në vendin ku kanë emigruar, sepse të afërmit i kanë pikërisht në vendin ku kanë emigruar. Dhe ne po sillim një model të një çifti i cili realizon dasmën në Francë, në një nga qytetet e vogla të Francës, dhe nuk do ndalemi shumë te detajet e kësaj dasme në Francë, por do të ndalemi te një detaj shumë domethënës. Vërtet që dasmën e tyre e bën në Francë dhe nuk e bën në Shkodër, por ama muzikën e kishin 100% shkodrane. Dhe për të realizuar muzikën 100% shkodrane, jo se morën këngëtare, pasi është shumë e vështirë që të marrësh këngëtarët e tu të preferuar dhe t'i sjellësh në Francë, por kanë marrë DJ-n shkodran. Dhe mes shumë DJ-ve që ka qyteti Shkodrës, ata kanë zgjedhur pikërisht DJ Besi. Ai ka udhëtuar së bashku me pajisjet e tij drejt Francës dhe ka realizuar një dasëm fantastike. Ne do të sillim momente të ndryshme të kësaj dasme, do të kemi shumë nostalgji, njëherë vjen edhe si një model i mirë për të gjithë ata emigrantë, duke ju thënë, mos e merrni nuset tuaja pa dasëm, po mund ta bëni dasmën tuaj pikërisht në Francë, në Gjermani, në Itali, atje ku keni emigruar. Mjafton që të merrni DJ shkodran, por jo vetëm DJ në këtë dasëm, edhe kuzhinierin e kishin shkodran. Do të ndalemi tek detajet e shumta të kësaj dasme, por dhe një intervistë shumë e këndshme me DJ Besin, i cili tregon mbresat e këtij udhëtimi edhe mënyra se si organizohet një dasëm ku është 100% shkodrane. Nuk duam të flasim për rëndësinë e dasmës për një çift që kurorëzon martesën, por për rëndësinë se ku dhe si zgjedh ta organizosh dasmën tënde. Zakonisht familjarët janë në mbështetja jonë, miqt po ashtu. Në vendin ku je rritur dhe lindur, i gjen ndoshta dhe lehtësisht, por larg vendlindjes, ceremonitë e dasmave duan një vendim të studiuar disa herë. Aty vërtet që disa të afërm do të mungojnë, po ashtu jeta apo puna të kanë kushtëzuar në një rreth shoqëror të ngushtë. Megjithatë, kjo nuk vlen për të gjitha çiftet. Guri Hajredini dhe Natruthaj Somjit kanë arritur të ftojnë 120 dasmor në gëzimin e tyre. Dasma u bë në qytetin e Brest në Francë, një qytet i vogël por i pozicionuar në një vend të bukur. Në këtë përmbledhje të disa filmimeve që janë bërë, ndihemi thua se çdo gjë po ndodh në Shkodër. A nuk nisen makinat kështu edhe në Shkodër? Qyteti duket si në një ditë pushimi total, borijat që bien dhe makinat e dasmorëve si të vetmet në qarkullim. Nusja e hishme e ruan fizionominë e saj pa derdhur lotët, që nga një herë të bën të pyesë se vërtet e kanë menduar mirë martesën vajzat shqiptare. Të jetuarit bashkarisht para martesës i largon skena sentimentale, ka vetë besim dhe ndihen të sigurt. E kjo ndjesi shoqëron edhe në momentin kur zyrtarisht ata do të bëjnë betimet dhe do të shpallen burrë grua.
Karantinat që kam shodra Betet sa të bukur janë Karantinat që kam shodra Betet sa të bukur janë Kanë që të mlaja, kanë që të vogla Per mbushin dynjan aman aman Kanë që të mlaja, kanë që të vogla Per mbushin dynjan On va tenter de le faire. Në gjuhën frënde, dy të rinjt pyeten nëse janë me vullnetin e tyre të lirë që zgjedhin të martohen sot. Hayreddin, consentez-vous à prendre pour épouse Natrou... Non, Alors, Natrou Etay Somjit, ici présente. Oui. Oui. Ok. Unis par le mariage. Shkëmbehen onazat, simbolika lidhjes së martesës mes burrit dhe gruas. Dhe firmosin dokumentin e martesës. Familjarët i presin me gëzim jashtë dhe makinat e miqve e kushërinjve do të bëjnë xhiron tradicionale, ashtu siç bëhet edhe në Shqipëri, pavarësisht se këtu ndodhemi në brez të Francës. Është zgjedhur një lokal i veçantë për dasmën e tyre. Kënga shkodrane e bukur ka dalë Nusja, afron kufi toksor dhe i bën një. Vërtet ndihesh si në Shkodër. Habitemi ku shohim se gjithë alegria e dasmës po diktohet nga muzika e mrekullueshme që po luan një nga DJ-t më të mirë në Shkodër, që të gjithë e quajnë thjesht DJ Besi. Por DJ Besin, ky nuk është udhëtimi i parë që e kërkojnë jashtë kufive shqiptar në përdasma, duke qenë se ai përshtatet mjaft mirë me shihet e banketit, psikologjisë atmosferën dhe ditë ja pasaj ritëm, e ka bërë atë shumë të kërkuar. Në këtë valle shqiptare që shihni dhe dëgjoni janë bërë bashkë shqiptarët dhe francezët. Këtu nacionalitetet shkrihen dhe këtë magji e ka vetëm muzika. Ne zgjodhëm që të mësonim më shumë jo për dasmën, por për idenë që djemt shqiptar në pamundësi për ta bërë dasmën në vendindjen e tyre, zgjedhin që të marrin DJ nga dheu dhe të mjaftohen me miqtë e afërmit që kanë aty ku kanë mërguar.
Besi, jemi emocionuar jashtëzakonisht kur kemi ndjekur këtë dasëm, historia e atij çiftit, vendodhja dhe ajo që na ka bërë shumë përshtypje është se ndryshe nga dasmat në Shqipëri, që dasëm vërtet që u realizua në Francë, por DJ-në ama e kanë marrë nga Shkodra. Si janë krijuar rrethanat që t'u bë ftesa për të shkuar në një dasëm të tillë? Kush të ftoi për të shkuar në një dasëm të tillë? Realisht, raporт falenderoj për ftesën. Ju përshëndes emisionin tuaj, ty në veçantë dhe televizionin tuaj. Për sa i përket dasmës në dasma organizuar në Brest të Francës, ishte një ide realisht e familjarëve, mami më thonë nënës të Dhëndrit, e cila është një fansja jemja në Facebook. Po, nëna e Dhëndrit ka vendosur për ty? Sa po më habit me këtë gjë? Edhe me Mendova gjithmonë moshat e reja, që tërheqin moshat e reja. Edhe ideali që u martoi, domethënë ishte fansi jemi, por nuk i kishte shku mendin domethënë me marrë një DJ nga Shkodra për me shku në Francë, domethënë ishte një gjë që. Po nëna pse ishte fans, domethënë ka asistuar në dasma që janë bërë në Shqipëri ku je qenë ti DJ? Realisht ajo domethënë ishte njëkse jeme në Facebook, ku në publikoj shumë dasma shkodrane, pjesë nga atmosferët e dasma shkodrane. Vetëm nga Facebooku e ka tërhequr kjo gjë dhe pastaj të ka bërë ftesën fantastike. Po, ishte diçka shumë e veçantë, edhe unë e pranova me kënaqësi realisht. Edhe ja, pra një nga ato vlera që ka Facebooku, se ne gjithmonë shajmë njerëzit që rri shumë në Facebook, po shiko se postimet e vazhdueshme në Facebook. Adresa në Facebook DJ Besi. Po. Për gjithë ata që na ndjekin, se tani do fillojnë dhe mamat e tjera dhe do thonë, "Dam ta shoh edhe një herë unë." Realisht do ishte shumë kënaqësi për mua, normalisht diçka shumë e veçantë. E prite kështu si me Habib, si ka mundësi që ta bëri një ftesë, për më tepër që nuk ishte takuar nga afër. Normalisht sepse atje realisht ishte një vend shumë i bukur, por ishte i fije larg. Sa larg, domethënë për të shkuar prej këtu deri atje, sa larg ishte Besi? Me të thënë drejtën, domethënë nga Shkodra ka multu me avion deri në Paris, pastaj nga Parisi ka multu 7 orë me makinë deri në vendin ku bëhet dasma. Ishte një realisht. A bëre ndonjë ditë pushim apo direkt tek pajisjet? Kam bërë një ditë pushim. Kam shëtit qytetin që ishte një qytet shumë i veçantë. Edhe pastaj kam shkuar në darkë në dasëm. Po. Nuk e di se si funksionon Besi, kur bëhet ftesa, ti merr pajisjet me veten nga Shqipëria, është kjo procedura e kalimit në avion? Jo, në fakt kësaj herë domethënë kam pas vetëm pjesën kryesore të veglave, që quhen aparaturat kryesore, ndërsa pjesën e furnisë, themi ne, ose pjesën e autopolantave e kam gjetur atje sepse ishte pa mundur që të transportoshin me avion. Kujdesën familjare që ti gjenin apo sepse ti njohjet atje nuk është se kishe? Dhëndri bashkë me vllain e Dhëndrit që ishin në dispozicion për çdo gjë. Edhe normalisht besoj që ka dalë diçka shumë e bukur. Është një dasëm që u bën në Bes Francës, edhe prezenca e farefisit, si të duk, ata ishin farefisi, ishin pjesë e kësaj dasme, apo ishin më shumë shoqëri, duke menduar që ne rrënjët i kemi këtej, kushërinë i kemi këtej. Ishte gjys për gjys, sepse 50% ishin shkodran, dhe që 50% ishin shoqënia e këtij Dhëndrit, ishin francez. Me të thënë drejtën ishte një kënaqësi e jashtëzakonshme sepse aty kishte shumë shkodran që ndoshta kishin vite që s'kishin në Shkodër, edhe ishin mami më thonë ishin thamë për muzikën shkodrane, edhe më kanë prit një mënyrë s'diçka më thonë, me spa fjalë. Kemi parë të gjitha grup mosha, megjithatë ajo mosha e re dominonte, ose të paktën nga pamjet kjo lihet përshtypja që dominonte mosha e re. Ishin ata të mësuar me muzikën shkodrane apo e kishin të dëgjuar përmes rrjeteve sociale? Realisht domethënë, edhe pse ato janë larg, fatmirësisht kanë dalë rrjete sociale që domethënë ato mundohen, jo Facebooku, YouTube'i, Instagrami që mundohen mi afru pak me Shkodrën, por gjithsesi kjo gjë që bën ata ishte këtë e veçantë, sepse u bë një dasëm komplet shkodrane, që nga marrja e nusës, siç është thënë në pamje, që nga marrja e nusës, komplet si organizim, duke filluar me banketin, gjenë në minutë të dasmës apo tipike shkodrane. Normalisht që ka pas edhe pjesë me këngë franceze sepse kishte. Të paktën nga ai montazh i vogël i pamjeve, ndoshta janë thjeshtuar disa rituale që do të bëheshin në Shqipëri, për shembull kur vin Kreushi, qërasja, marrja e nusës, janë thjeshtuar pak këto, po ajo ceremonia me makina më ka bërë jashtëzakonisht përshtypje. Gjithë ato makina, flamuri shqiptar, u lejua atje që vendosej flamuri në mënyrë aq publike dhe rruga më duk sigurisht e lënë enkas bosh për të kaluar gjithë ky karavan makinash gjata. Me thënë drejtën, tham diçka me sinqeritet, më duk vedi si me kanë Shkodër. A me gjithmonë të? Po sinqerisht. Edhe me boria, ding. Si me kanë Shkodër të marr nusën Shkodër kishte një emocion të jashtëzakonshëm. Edhe unë sinqerisht si me kanë qytetin tim. Ka dhe momente aty që i kam parë me kujdes, që ka dhe qytetar francez që kanë nxjerrë celularin për të filmuar, kush e di se sa janë habituar. Realisht ishte dasma parë që organizohej në këtë qytet, në këtë formë, me këtë organizim shumë veçantë, me marrjen e nusës, domethënë edhe ato ishin shumë të habitur, edhe kushdo që kalote aty që e kalote rastësia për me kalu me pa,
tanë me telefon dorë, domethënë ju duket diçka shumë e veçantë. Realisht ishte shumë e veçantë. Qartë. Nuk e di nëse ke informacion, megjithëse është një pyetje që ju takon familjarëve. Pse nuk e bën në Shqipëri? Se zakonisht presin gushtin për të ardhur dhe bërdasëm. Realisht domethënë ndoshta nga ana mundësisë nuk kanë pas mundësi gjithë të vinë në Shkodër. Po, për të nxjerrë lejen, puna, lidhje, Po, sepse nuk shumë është aq e gjana. lehtë si ne që marrim letë drejtori dhe themi martoj filanin, po me leje. Edhe domethënë ndoshta për të bërë diçka të veçantë, se realisht ishte diçka që thash në atë qytet domethënë nuk ishte pa ndonjëherë kështu dasmet me marrën ose aty bajnë domethënë dasma ose organizim ose festa ose ditëlinje, por të organizohen në një organizim të tillë, me 20-30 makina me flamuj, ishte s'di çfarë të them domethënë. Qartë. Kuptohet lehtësisht që Nusja nuk është shqiptare, ndoshta nga mimika e fytyrës saj ajo është shumë e bukur, por e kuptoj më njëherë që nuk është shqiptare. Me sa kemi mësuar ajo është tajlandeze, nga Tajlanda. Okej, të pyes për historinë, sepse nuk je ti ai që do thuash për këtë histori, por a patë problem duke qenë se Nusja është tajlandeze, çfarë bëre? Hulumtove tek muzika tajlandeze? Jo, realisht domethënë ajo përshtat me muzikën tonë. Kam bërë edhe kur kërcente, një dhoj si shkodranë. Shkodra për shtat domethënë, por edhe unë jam mundu domethënë që më mundu që edhe aty në mirë përshtat sepse realisht thash 1% të vogël të këngëve e xeta muzika franceze. Edhe u përshtat si me muzikën franceze, po Po ashtu. si ja bëre për muzikën franceze? Cila e di se për çfarë gusto? Aty jam i ke marrë informacione përpara se çfarë pëlqejnë ata. Informacionet janë përgatitur gati një muaj përpara që Pra, që ti da se nuk shkohet shumë vetëm me pajisje dhe tani shpreh talenti atje. me Ke dra diçka bërë përgatitje përpara. Pra ti ke ka një eksperiencë shumë kërkuar. e bukur, edhe domethënë unë mundova që me lën maksimumin tim. Zakonisht unë e di që edhe përmes një interviste tjetër që kemi realizuar, që ka një, po themi, një strukturë, një dasëm. E ndoqë këtë strukturë në Francë apo atje u përballë me një realitet tjetër që nuk donte atë që bëj në Shkodër, po donte diçka pak më ndryshe, të bëj ndryshime. Për shembull, e kam fjalën çfarë vendosen në hapje, po pastaj me radhë. Realisht ta them drejtën, domethënë ata më kanë marrë për me bëj një dasim si në Shkodër. Dhe kjo ishte domethënë veçantia e kësaj pjesë. Edhe unë mundova me organizu pak a shumë të përshtatet francezëve sepse normalisht ishin një pjesë francez, por unë jam mundu që më ja bë pothuajse 100% si një dasim shkodane, duke filluar nga hapja, nga kërcimi i çiftit, nga hymja e çiftit, nga këngë tradicionale që përdorin me këngë e shoqërisë i themi në Shkodër, pastaj këngë të nusës e me radhë. Domethënë dasma ka kanë pothuajse 100% shkodane. Qartë. A veti kush në tavolinë aty more, se isho tërkohën që kërcejnë, e sidhen. Shoh edhe alegrinë tënde që i shoqëron, domethënë ti vetë i afrohesh mikrofonin, këndon paksa bashkë me Them të drejtën ta thashë më përpara kam pas një emocion të jashtëzakonshëm, sepse ishte diçka shumë e veçantë për mua, ndoshta është domethënë është e dytë, në fakt është e dyta herë që unë lvizi domethënë për një dasëm jashtë vendit, por kjo ka qenë në dasmat më të veçanta që unë kam bë, duke pas parasysh organizimin, sepse organizimi ishte diçka shumë i veçantë. Edhe unë mundova që ndasim të ketë sa më tepër alegri. Unë mundova domethënë si thash me lënë maksimumin me i bajt gjithë me kënu, me këcy, si me kanë Shkodër, Çfarë bëri përshtypje aty? Në një detaj për shembull që si e bëkan këtu, bëri pak përshtypje duke filluar edhe tek lokali, po te gatimi, te disa gjëra specifike që mund të ndryshojnë nga dasmat tona. Pjesa veçantë ishte që edhe gatimi ishte si në Shkodër. Dhe gatimi si në Shkodër. Komplet si në Shkodër, me çdo gjë. Edhe kuzhinieri ishte shkodran. Ishte shkodran. Ama jo tani deri aty në atë mas. Edhe prandaj ishte diçka shumë e veçantë. Ishte me të thënë drejtën, domethënë nuk di çfarë unë kam me pa fjalë. Okej. Me çdo gjë shkodran. Çfarë ore filloi? Jam shumë kurioztare, çfarë ore filloi? Dasma ka filluar rreth orës 9 të darkës. 9 të darkës. Edhe kemi ndaj gjë nga ora 3:04. Afërsi sa veta ishin atë dasëm? Me sa di unë rreth 100-120 vet, diçka e tillë. Lokali kishte përmasat e lokaleve këtu, pra kishte. Standardin ishte një lokal shumë i bukur, ishte në një kodër afër qytetit të Brestit, në periferitë e Brestit, ishte një vend shumë i veçantë që kishin zgjedh vetë familjarët, edhe me të thënë drejtën i doli diçka shumë e bukur. Me vërtet ishte shumë e bukur duke filluar nga koktejli që organizuan në jashtë, pastaj duke hyrë në dasim ishte diçka shumë e bukur. Ishte lokal shumë, domethënë në të rrallë që kam hasë, domethënë. Domethënë dhëndri nga gjithë kjo dasëm dhe kjo alegri doli djersitur dhe i lodhur fare që s'kishte më taka. Ai për një atë punë kishte shkuar. Se dihet e punë. Por ishte edhe kënaqësi, ishte shumë kënaqësi sepse normalisht halo sot përmendet ajo dasëm. Edhe gjithë domethënë të më shkruaj, të më vlerësu, të më falenderoj jashtë masit, të më shkruaj të parë. Ka një dasëm që ndoshta s'kena me arrit mos, s'kena me bë mos ajo. A beson se gjitha që e zgjedhin për arsye dhe motive
që duan të kenë ata mi që kanë atje me ata të bëjnë dasmë, se në fund fundit nëse kanë vite që jetojnë me ta, patjetër që prezenca e tyre është shumë e rëndësishme nëpër dasma, se sa të vinë këtu me kushurinë që mund të kenë një 20 vjeç që si kanë parë. A mendon se nëse duan të bëjnë dasma 100% shqiptare, më shumë se çdo gjë, më shumë se dhe ato kostume që mund t'i veshin një 5 minutësh, e kam fjalën për kostumet kombëtare. A mendon se DJ është zemra e dasmës? Për mendimin tim, dy gjëra janë kryesore në një dasëm. Është ambienti, njerëzit, edhe muzika, domethënë DJ ose orkestra, varet se çfarë zgjedhin dasmorët. Por këto dy janë, domethënë nëse një DJ është profesionist, është i mirë, dasma del e bukur. Por në kombinim edhe me njerëzit. Nëse njerëzit janë vetë alegri, janë vetë çiflin, e quhen gjithë kërcejnë, këndojnë, atë normalisht dasma ka më shku bukur. Sado të jetë i mirë DJ, nëse njerëzit nuk arrin për muqu, nuk arrin më ambientu me muzikën, është shumë e vështirë më për shtat. Ju erdhi çudi franceze kur pak të tanët, sepse ne kemi vitale dasma, kërcejmë, bëjmë qef, gestikulacioni i trupit, hidhu për dridhu e kemi maksimalisht. Për to ishte diçka shumë e çuditshme. Piles vishin muke pajisjet aty edhe të mba me gishta. Njësh, sepse ato nuk ishim super me pa kështu dasmet. Ato dasmat kanë çik më modeste, ne i kemi çik kështu. Nuk i bajnë ndoshta maç callback sa i bëjmë ne. Por ju dukte diçka çudi edhe ato më tepër muzikë shqiptare kanë kthyer. Sepse dominohet muzika shqiptare. Vërej që janë përfshirë në valle, nuk ka rëndësi se si hidhen hapa, se kuptohet nga lvizja e shpatullave dhe duarve që ndoshta hapa nuk e kanë fikse siç është muzika, po alegria për të qenë gjithë bashkë në një valle. Ka kanë fantastike, sinqerisht ka kanë fantastike. Edhe ato njërin shumë mirë e kanë dalë jashtëzakonisht të kënaqur. Ta thashë më përpara, domethënë, edhe halo sot përmendet ajo dasëm. Jam shumë kurioztare nëse ka pas ndonjëri që të ka ardhur për ndonjë dëshirë, kështu këngë specifike, domethënë ka kërkuar ndonjëri ndonjë. Okej, e donte ambienti, ai kishte shumë qejf ta dëgjonte. Çfarë këngë ka kërkuar ndonjëri specifikisht që është shuar nga dasmor? Ja, me thënë vetëm një këngë ka kanë ideja jam, ja. Jo se më kanë kërkuar sepse ato kishin mendën me kënuar me kcy, nuk i biten mend me më kërku këngë. Domethënë, por vetëm një ide ka kanë jam që unë ja kam thënë çiftit edhe veçanti dhënë, domethënë ishte kënga martesa jon, kur ka hi çifti mbrand, që ka kthyer martesa jon e ka kanë diçka shumë e bukur. Domethënë duke imitu, duke organizuar pothuajse kompletin Shkodër. E ka kanë gjëja më veçantë. Thjesht vetëm një domethënë që ka kanë që unë ja kam sugjeruar. Pjesa tjetër nuk më ka ardhur kush vetëm të psy të bëj çef. Tani duke qenë se ne këta të rinjtë e sotëm që janë emigracion, e shikojmë pak shumë të vështirë ardhjen, se tani ka dalë kjo moda. Fejohemi ne, e marr të fejuarën time, e çojnë jashtë shtetit, jetojmë atje, bashkëjetojmë dhe pastaj dashu pa dashu krijohen ca rrethana që këtë pamundur të vishin në Shqipëri bësh dasmën. Çfarë do t'ju sugjeroj të gjithë atyre emigrantëve që mos ju mbetet marak, se nuk e bën dasmën e tyre. Ata kanë njerëz ashtu siç çifti kishte miqtë e tyre, u bën 120 veta që bën një dasëm, dhe çfarë do t'ju sugjeroj të gjithë emigrantëve që e kanë të pamundur për të ardhur në Shqipëri se të tilla janë rrethanat. Realisht sot domethënë ndoshta dikur ka kanë vështirë, por sot duke parë edhe mundësitë sot ka dalë që themi në gjithçka. Sot mundesh të organizosh një dasëm kudo në botë. Sidomos në Europë. Mjafton që ti kesh paktën rrethin më të ngushtë, ose shoqërinë, ose familjarët më të afërt, po themi ne, për në të një DJ nga Shqipënia, pak a shumë edhe atje domethënë ke mundësi zgjedhjet nga ana pajisjes, mund të organizosh domethënë kushte që mund të organizosh një dasëm si në Shkodër. Siç ishte merak nëse ka të ftuar që janë francez, belg, gjerman, mos a kenë problem për muzikën. Se ata i merrni me vete në valle. Normal, siç ndodhi domethënë këtë që ato u çunë njësoj si shqiptar, qysh në këngën e parë janë çu komplet si shqiptar. Domethënë po të ishte mas më njoft, më thonë to janë shkodanë. Një pyetje që unë nuk dua shifrën konkrete, por dua të di, a vlerësohet monetarisht një DJ kur merret nga Shqipëria bares me një DJ kur e marrin në vendin ku bëhet dasma? Këtë domethënë nuk e di sinqerisht domethënë se sa mund të vlerësohet një DJ që është në Francë, por realisht unë jam një shumë i vlerësuar, si nga ana monetare, ashtu nga ana e respektit që më kanë bërë domethënë ato njerëz në atë. Domethënë, ti që të marrësh vlerën që ke marrë në Francë, sa dansa duhet të bësh në Shqipëri? Ndoshta 3. Kaq mirë pak. 2 po i herë. 2 po, ndërkohë që biletat e gjitha këto kanë qenë të paguara. Çdo gjë ka kanë gratis domethënë nga ato. Ishte edhe një mundësi shumë e mirë për mua domethënë sepse unë shëtita shumë qytetin e Brezit ishte një mrekulli. Pra edhe pak pushim. Pushim edhe pak shëtitje, edhe pa nga Parisi, edhe pa nga. Ka njëri që do punën e vet, je ti besi. Po. Sepse e shoh që kur je aty ti shpirtin e vën në punë. Realisht domethënë është një pasion
që i kam gati 20 vjeçar, që në moshën 15 vjeçë domethënë, po i bëj 16 vjeç. Edhe akoma më njeh ai pasion si ditën e parë, ta them sinqerisht. Sa gjë e bukur. Sa gjë e bukur. Edhe që është një kënaqësi e zakonshme kur dikush ta vlerëson punën. Po, është vërtet, është vërtet. Aja është gjëja më e mrekullueshme që mund të. Kur ti e bën më së miri dhe un kam asistuar dhe nuk e kam thjesht me të dëgjuar, po kam asistuar në atmosferën fantastike që bën Besi. Për të gjitha grup moshat, mos ta lidhin figurën e Besit vetëm me dansmat, në të gjitha eventet. Mori edhe një aktivitet të thjesht fare që mund të bëj bashkia, për shembull, edhe aty e gjen mënyrën se si manovron dhe i lë të gjithë të kënaqur, pa llogaritur gëzimin që krijon një adrenalin pa parë. Shumë kënaqësi që të kishim në emision Arom Shkodre, edhe të uroj një sezon të mbar sa më shumë udhime edhe për të parë botën jashtë, por edhe për të punuar. Faleminderit edhe nga ju. I përshnes sinqerisht. Ishte kënaqësi edhe për mua që të merrja pjesë në emisionin.